tek ne. Nuk është domosdoshmë drita që po shohim për te. Zgjidhje dhe zgjedhje. Zgjidhje ka natyrisht. A je duke pa afër që është apo do vazhdojmë në tuti do kalojmë gjithë verën kështu? Na këtu jem. Kjo e shos. Ato që ne jemi këtu. Na këtu e na vera vjen edhe shumë në shku për atë punë. Po sa i përket zgjidhjeve, zgjidhje ka, mos të harrojmë tash na pak pe marrim kështu tragjike dhe pak pe marrim pa durim këtë punën e ndërtimit të shumicës parlamentare dhe shumicës qeveritare, rrjedhimisht pastaj, pas 15 ditëve, apo mos krijimin e saj. Kjo është krejt në kuadër të demokracisë dhe të lojrave, kushtimisht i quaj kështu, politike, të partive politike. Ndodh edhe, si që pam edhe në Gjermani ndodhi, në diçka e tillë. Ka ndodh 49 qeveri ka ndru Italia pri 45-ës. 1.7 vjeti, 1 vjetë 7 muaj i bjen. Çdo 1 vjetë 7 muaj ka ndru Italia dhe ka kërsh punë me demokraci. Shtet diktatorial është Italia, as nuk është Bashkimi Evropian, as NATO, kërsho. Edhe tash në raport me standardin evropian nuk është që radhitet bashkë më së larti, pavarësisht faktit relievit që ka kushte atmosferike, njerëzve, kulturës, në 100 vjetë me Itali. Po na dhe ona shina në 200 vjetë mrapa. Na dhe ona shina, jo është mrapa. Prandaj Italia është që për më marë, jo vetëm Italia, Belgjika, e të tjera, Suedia, pajtueshmëria me 50% të dyja shkon i pari zakonisht. Nuk po du me thonë këto, po du me thonë që nana është se na mësu, po dhe jena mësu. Po tani na mësu 2014-ën, kur kem pas me Hashim Thashim PDK-n edhe me zonin Brovina këtë blokatën e 6 mujore. Kjo është pjesë e procesit zgjidhje. A do të shkojmë edhe 6 muaj tjera? Edhe po. Do të thonë derisa ti përmbyllëm edhe 6 muaj tjera? Jo, nuk shoh, zgjedhjet janë zgjidhje, po para se shkojmë në zgjedhje, janë 3 zgjidhje që unë i shoh se paku. Për shembull? E para është ndërhyrja presidentës Osmani në mënyrë ma konkrete. Çka është ma konkrete, jo vetëm më shku si letra e fundit që ke, mja citu aty vendimet e gjykatës kushtetuese, a këta janë parti politike. Këta kanë kalkulime politike për atë punë, janë loj politike. Po me imponu autoritetin e unitetit të vendit, edhe mu bëhe gjallë politikisht, që është ka njësë këtë fundit. E dyta është mu mbledh deputetët, respektivisht me shfrytzu kryesuesin matri, që është zonja Jashari, me shfrytzu kryesuesin matri, se dhe aje ka kompetencat njët me kryesuesin mat vjetër, edhe me e qu me vetë gjykatën kushtetuse, shka po bojna me këtë punë, dhe të vetë duhet, dhe deputet certifikum. Edhe e treta është, natyrisht si zgjidhje, mas kësoj është mu marrë vesh partit politike, për mos mu marrë vesh me shku në zgjedhje.